E keni fjalën të fuqishëm dikun në një televizion Kosovë, nëse s'gaboj në ATV këto afër nesh, ku ka thonë që shqiptarët mendojnë që atje po dënohet Hashim Thaçi, por nëse dënohet realisht Hashim Thaçi, mas 10 vjetë e komotin kontest edhe pavarësia e Kosovës. Jo, s'ka dënim individual, s'ka këtu gjykime individuale. Ata akuza nuk është individuale. Kur s'ka pasë, s'ka me pasë. Është gjykim individual, kjo është gjykim që natyrisht pa mundër mësë me pasë pasoja politike, juridike për vendin. Ndërmarrje për bashkët kriminale. Absolutisht, e të regon, sikur që thotë e emërtimi të regon për çka po flitet. Fatkeqësisht, këta e mundu me thonë në para 2016, kura votu kujdes. Nuk kanë dëgju zëri sa duhet, që ku kemi pasojat. Pra ndaj kur thash pak më herët, do të më një hatë do gjëra që ka mund me të ardhë. Kjo është proces i rëndë, i vështirë, shpecojmë me presim e dëshirojmë. Të kthehen dhe ashtu është sepse edhe herë nuk ka luftë më të pasër se lufta shqiptare të Kosovës. Nuk ka hetime e gjykime më shumë se që ja mojt për ushikën. S'ka gati ushtari ushikës që s'ta kone për burgje. S'ka komandant që sa hi në për procese gjyqësore. 4 herë im futën. Se dhe drejtu sa futën në procese gjyqësore. Edhe ne i kemi përgjeq. Nuk ka ftesë prokurori që na që kemi përgjeq. Mere me menë kjo e bëj një pyetje. Po me pas ka një komandant i ushikës, ose një ushtari ushikës, prokurori që thirrë, mas me përgjeq, prokurori se ku që pa ndodhë kriministi, qëka ishë bënë Kosovë? E kishin kryquat njeri dhe ushikën. Nuk ka ndohë hala një drejtues i ushikës mas me përgjeq prokurorisë dhe gjykatës. Kriministi së një joni, i thëtë jo prokurorisë. Ndisht me orë në të vjetë? Pse që kom menuar, ditën e parë këmë kanë thirrë, këmë thë jam i pa drejtë. Pa drejt, a më të ki obligimi o përgjeq prokurorit, jo individit, jo emnit e individit, institucionit. Prokurorit nuk ka emnin Blerem, Fatmer Sadre. Prokuroria, gjykata ka institucion, emrin Kosovë, shtet. Unë kam ju kom përgjeq se kam dash me respektu shtetin tem. Institucionin e shtetit tim, jo individin kush është aty. Mund me ka individi gabim, mund me ka një prokuror gabim, sikur që kanë gabur rasin tim. S'ka fjallë. 14 vjetë. Edhe ne kanë mujtë mi ikë. Mi largu, mi thonë jo, ne jemi dëshmi e gjallë në padrejtësi që më bëndaj neve. Po se kemi thonë jo prokurisë e shtetit tonë. Kur se kemi qitë Kosovën në halë, e me pas e lashe për neve. Jemi shku atje, jemi ballafaqu me drejtësin, jemi ballafaqu me padrejtësit, kemi një qka mës, qka sa folë, sa shpifja, sa mashtrimi, nuk ka dinqu, emni ynë, emni familjes. Këtu ka pos media që aqele dhe mshel televizioni me emna të në të shpife të rajtë. S'ka fjallë. Ne kemi shku atje në gjyq, jo për ta, për shtetin, për institucionin. Dhe juve që të kriminisi aktual, dhe jo, nuk shkojnë në prokurori. Dhe që të me thonë kjo? Kjo dhe me thonë, kur kriminisi nuk respekton shtetin dhe prokurorin, qa banaj që ka bo një krem për shamë? Pse nese që atu një hajnë mi përgjegjë prokurorit? Një vrasës. Dhe po bëj ka mësë me shku të prokurori. Se du të me shku një qytetari thjesht pra të prokurori kur të javë qaftesën. Hajde pra të bëjmë kështu, si të kur qaftes dhe shkanë shpitë, si të qytetar prokurori. Bili thashtë avon prokurori. Kriminisi pa të hajde në shpi, imaginani se me qu dikona një qytetari thjesht prokurori, për një shkelje, komunikacion, për një vrasje, edhe me thonë qytetari atje jam i Malishev, hajde nëdë këtu në të japë intervistën. Kjo me shkatru shtetin, që kjo me kap shtetin. Që kjo me shkatru shtetin, djem, para syve tonë, aj po ta mohën shtetin, po vazhdojnë institucionin shtetëror me ti mohu. Sot aj të qu selam, ose mesazh, vrasë, ose kriminelve, me thonë, mës lodhi, mës qërë, leja këta prokurorët, leja këta gjykatë mës i respektani. Ikni për tyne. Vrani, vidhni, bani që adoni edhe ikni. Unë si shkoj, se mi shku ju. Nesër vjetë që këtu në studje ty një qasoj dyshuar. Edhe nëse të përshkanë me shku të prokurori. Kriministi jam së përshkanë? Kriministi ka thonë mësë me shku. Në që shumën me kapli, aj prokurori mirë për mua ka kesh për kriministi. Nëse oj kesh për kriministi, në është i kesh edhe për mua, thëtaj. Po dhe. S'ko standard dhe vesh. Dhe që shtu shkatrohë sistemi për që në këna maru tash e sa vite. Shqeqani, shtetin duhet me dasht, institucionin me respektu kur ta fut shëplak. Se kur tje privilegj të onë e dojnë.
Shtetin duhet me dashur në çdo fazë e në çdo situatë. Që atë sfidohesh ti sa respektoj shtetin tonë. Sa i gatë që mu sfidu e mu sprovu për ati. 14 vjetë jëmë kanë proceset gjyqësore. 14 vjetë. Kam ndodhë mrena ditës, para ditën, 2 proceset gjyqësore. A makinin e RTL-in të thonë nuk shkoj. Ose nuk i përgjigjna. Jëmë shku, jëmë ballafaqu me argumente, kena ballafaqu me fakte, me prova, kam besu në drejtësinë e Zotit edhe njerit këtu, edhe në fund, edhe atja i ka dhënë vull drejtësime. Mu po amon nëse në akuzoj prokurorin, se e ka punë, po motivet, po mund me pasë motivet jo të mira. Në fund jemi njerëz, po ti kemi përgjegjë institucionit. Ne duhet me besu dikun. Ku na i besojmë ne? Shtetit. Nuk o shteti Fatme Limaj. Nuk o shteti qeveria. Nuk o shteti Albin Kurti. Shteti o drejtësia, gjykata, prokuria, institucionet e pavarura. Që kjo shteti. Kushtetuta o shteti. Njerëzit shkojnë e vinë, institucioni mbetet. Nëse prokurori do rrugës përmisohet o gjykata, pa ndonë e padrejsi rrugës, për ditë qytetarëve tonë ndodhin padrejsi. A din disa ushtarëve që kësën burg pa drejt? A disa qytetari sa të ka mundësi me ka burg pa drejt? Po kjo është shoqëri demokratike që na munojmë vazhdimisht me përmisu. Po munojmë me arrit në Amerikë, mas 40 vite lirohen njerëzit të dënuar me vdekje. Prej adënës, tash, për ditë ndodhin raste. Po atje sistemi ka me funksionu. Nuk ka kur gjë prefekte këtë botë. Çka bën kë? Rrënzyre thot, nuk i shkoj ne. Më bë fotografi mu. Kur shoh ky njeri më thirr mu. Ai është prokurori i Kosovës. Ai është prokurori sigurti që e kryeministri i Kosovës. Ai vepron me ligjin. Ai ja kemi dhënë mandatin me ligj. Ka rrugë tjera kur motet puna e prokurorit dhe gjykatës. Hajde të bëjmë reformat në ligj. T'jap motën performancën gjyqtarit, prokurorit. T'japëm mundësi prokurorit mirë, gjyqtarit mirë, vlerësohet e të paguhet, i dëpti shmangët, pa e bëhet përmes reformave ligjore. Jo përmes vullnetit me dalë të parlament me thonë, presidentes edhe kryetarit konventit dhe mus për në pëlqej ky prokuror nuk ban me kon. A keni në herë kryeministit të thoshtë? Çka kështu nesër na me dalë nesër në qeveri me thonë, ky s'm pëlqej mu ky prokuror. Çështu kapet shteti, shkatërrohet shteti. Dhe këto nuk do të me liu qytetari Kosovës. Sepse kështu mo kryo pasiguri për fëmijët e tanë, burra, gra, që të më lë krimi, që të bëhet mo nuk ndeshkohet krimi, që të ndodhin vrasjet, të ndodhin dhuna. Nëse lejojmë qështu, edhe prekëm këtë institucion më të ndihshëm, neve këtu na ka vlë krimi. Ne duhet me rujtë si sytë e ballit institucionet tona të krijume. Anë rrugës mi përmisu. E rrugëm të shumë. Mund me thonë një qytetar me ikë ligjit. Po s'mundet kryeministri me ikë, me refuzu. S'mujone. Ne jemi shembull për të tjerët. Ban një qytetar që atje një kriminal ordinar, edhe mi u shmangë edhe me ikë, deta ze policia. Po s'mundet drejtu si që merr votë. Po jo se shembull. I ki marrë 51% vota. Po thuj 51% vota dhe del para popullit dhe thu si shkoj prokurorit. Çfarë mesazhi prej ty çuti? 51% Po çfarë mesazhi ti çu popullit? Mos e respektoni. Po. Bani kaos. Një vend, pa gjyqësi, pa prokurori, pa polici, çka është e vend? Kthehemi bomi se ku do vend që më shohim televizor në Lindjen e largët. Bot kaos, e shkatërrim e na mblok krimi këtu. Edhe për këtë arsye, mendon shkurt, njerëzit racional, mendon. Njerëzit që mendojnë e të pjekur, e familjarët do të më ngrit kam, sa më shpejt avanturisa me çun shpejt. Bravo. Sa si ka qenë gjykata? Sa si ka qenë gjykata do ministra? Pra atë pjesë, punë gjykatës, unë nuk foli këtë pjesë. A im pak edhe te kujdesi ndaj popullatës civile në gjendje lufte në kohë të luftës?